Konstantja më dukshme, nëse ka disa konstante, po them konstante kulturore, konstante ideologjike, konstante politike e tjerë, është konstantja më dukshme në gjithë këtë proces. Dhe për këtë arsye, nëse duam ta shikojmë procesin e këtë si proces historik, duhet patjetër që të referohemi sistemit të shtypur dhe mënyrës se si ka ndikuar ky sistem në procesin e formimit. Këto janë shkurtimisht tezat, edhe diçka tjetër duhet keni parasysh se po të shikoni elitën kulturore që ka krijuar kombin shqiptar, po të shikoni ata që ne kemi si etër të kombit, në infrashin, fishten, ku diun të gjithë Fajkonicën, Fanolin e tjerë, Jeronim Deradën, të gjithë janë janë autorët më të mëdhenj të letërsisë shqipe të kësaj periudhe, janë edhe drejtuesit e organeve të shtypit më të rëndësishme të kësaj periudhe. Kemi rastin e vëllezërve Frashi me Jani Vreton me gjithë grupin e Stambollit që krijojnë dritën të Turin. Kemi rastin e Arbresh, Jeronim Deradën që krijon ka dy tentativa për të krijuar dy organe shtypi, kemi L'Albanese d'Italia dhe Flamuri Arbrit. Kemi Fishtën dhe grupin e klerikëve me Hyllën e Dritës, që është drejtor, është kryeredaktor, të gjithë janë kryeredaktor revistash. Kemi Konicën që është kryeredaktori i revistës më të rëndësishme të shtypit shqiptar të kësaj periudhe, dhe Fanoli, pastaj dhe gjithë në një farë mënyrë, si më thonë, gjithë ata që janë etrit e kombit shqiptar janë edhe themeluesit e një organi shtypi. Dhe unë mendoj që ky nuk është një argument, ndoshta kjo është pasojë e asaj çfarë thash, por është një tregues se sa i rëndësishëm ka qenë për procesin e konformimit të sistemi mediatik shqiptar. Faleminderit. Faleminderit zoti Marku, është me mjaft interes pra që të kuptojmë rolin e medias për sa i përket krijimit të hapësirave publike që ndikojnë drejt për drejt me shkëmbimet e tyre që kanë pasur në formësimin e identitetit të kombit shqiptar. Dhe desha teksoj edhe një moment, shohim aktualisht edhe mënyrën se si shtypi shqiptar po reagon në këtë 100 vjetor, shohim një lloj aktivizimi shumë të madh, qoftë edhe të gazetarëve, që të gjithë në një mënyrë ose tjetër përpiqen që të analizojnë, të kërkojnë, të hyjnë nëpër arkiva për të hedhur në një farë mënyre apo në një tjetër dritë edhe të kalojnë nga informacioni i thjeshtë dhe të kalojnë në një pjesë tjetër të komunikimit për të zgjeruar hapësirat publike, për të zbuluar sadopak atë që ka formsuar identitetin shqiptar gjatë këtyre shekujve. Sigurisht identiteti shqiptar është identitet atë që tham, siç e tha zoti Tufa dhe zoti Marku, nuk mund të jetë i ngurosur, i vendosur një herë për gjithmonë. Ka gjithashtu edhe korrente të ndryshme që ndikojnë, e zgjerojnë, sigurisht dhe nuk e ngushtojnë, po e zgjerojnë akoma më shumë këtë identitet. Dhe këtu do të fusja dhe zhvillimet e shumta në kuadrin e hapësirave të globalizmit që ndikojnë në një mënyrë apo në një tjetër në zgjerimin e këtyre hapësirave publike, që realisht, e theksoj edhe një herë, nuk e ngushtojnë identitetin, po japin një frymarrje tjetër dhe sigurisht duke e ruajtur atë pjesë të identitetit që dy paraforsit folën instrumentet e caktuara që është gjuha, kultura, apo elemente të tjera, apo element feja, apo elemente të tjerë që realisht janë në themel të formësimit të një identiteti. Zonja Venta? Përshëndetje, unë zakonisht mbahem për referente brenda fateve kohore, të shpresoj që me temën mbi karakterin kombëtar shqiptar të mos e thyej zakonin tim. Megjithatë është një temë, le të themi, që do kohën e saj për ta shpjeguar. Gjithsesi, gjatë shekullit 20 në Shqipëri kanë rritur dy procese, por të kundërta. Shqiptarët mbaruan procesin e krijimit të kombit të tyre dhe natyrisht me këtë zhvilluan dhe format e hershme të nacionalizmit, të nështruar për disa dekada nga pushteti dhe ideologjia socialiste, dhe nga ana tjetër, gjatë 10 vjeçarëve të fundit, shqiptarët ranë në presionin e globalizmit i cili kërkon të kundërtën e asaj çka u tha, reduktim të nacionalizmit. Në këto kushte, çështjet e psikikës kombëtare shqiptare dhe më konkretisht të karakterit kombëtar shqiptar janë padyshim proces aktual i rëndësishëm dhe i mprehtë. Gjatë 10 vjeçarëve të fundit të shekullit të 20, në rrethet sociologjike perëndimore u përhap gjërësisht ideja se psikologjia popullore po humbiste një herë për gjithmonë
aktualitetin e saj. Në këto rrethe mendohej se ardhja e globalizmit do të hiqte nga rendi i ditës problemet e kombit dhe të popullit. Por sot është mos e qartë se globalizmi jo vetëm se nuk zbeh problemet e kombit, por i mpreh më tepër ato. Kjo ndodh si pasojë e përpjekjes së kombeve për ruajtjen e origjinalitetit dhe identitetit kulturor, si dhe proceseve domethënëse transformuese që realizohen në fazën e tanishme të globalizimit. Veçanërisht, problemet e komplikuara shfaqen në sferën e vlerave, në sferën e identitetit etnokulturor, të karakterit etnik dhe në të rësi në gjithë sferën e karakterit kombëtar. Në këtë situatë historike, mentaliteti i kombit shqiptar është bërë arenë e proceseve interesante në të cilat ai përshtatet, ruan dhe shfaqe rezistencë, duke mbrojtur vlerat shumë shekullore dhe logjikën natyrore. Në të njëjtën kohë, ai zhvillohet duke përpjekur të kombinojë instinktin e masave drejt mbijetesës nëpërmjet përshtatjes me kushtet e reja historike, megjithse ndonjëherë të deformuara dhe nga situata politike në Shqipëri. Karakteri kombëtar është një fenomen i komplikuar, një organizëm i madh psikik, i gjallë që vetë zhvillohet në të gjithë përmasat e tij, në situata të ndryshme historike. Megjithatë, pa u futur më në detaje në karakterin kombëtar shqiptar, do doja të vlerësoja 6 cilësi kryesore të karakterit kombëtar: dinjiteti, individualizmi jetësor i shqiptarit, lidhja e thellë e tij me familjen, shpirti luftarak organizativ, harmonia ndërfetare dhe mikpritja. Megjithatë, duhet thënë se karakteri kombëtar shqiptar përmendet për origjinalitetin, qëndresën dhe forcën e vet. Deri në mesin e shekullit të 20, duke patur një origjinalitet homogen të shoqërisë tradicionale, populli shqiptar kishte karakter kombëtar të qartë dhe jo kontradiktor. Megjithatë, mbijetesa i ka kushtuar në fakt shqiptarëve goxha, duke sjellë në ndonjë rast dhe transformimin e tipareve të karakterit kombëtar. Dhe këtë, në fakt, më tepër se kudo, e provoi përgjatë periudhës së komunizmit. Ju desh të prishte zakonet e tij shekullore dhe të pranonte ose më thënë më saktë të adaptonte karakteristikat të kohës. Përgjatë kësaj periudhe, flasim për periudhën e komunizmit, modernizimi i jetës dhe deformimi i kujtesës kombëtare kanë ndikim shumë të madh në transformimin e tipareve kryesore të karakterit kombëtar. Individualizmi jetësor i ndërtuar me ndjenjën e përkatësisë ndaj fisit dhe popullit, si tipar karakteristik shqiptar, e humbi kuptimin e vet, pasi doli në pa interesi i përgjithshëm dhe i njeriu të ri me ide komuniste. Ky individualitet u transformua në njeri funksion, njeri shoqëri, sepse njeriu u bë vetëm një krijesë kolektive, me identitet vetëm në bazë grupi, pa individualitet, pa personalitet. Sipas partisë, shoqëria socialiste duhet të qëndronte mbi gjithçka. Nuk kishte individualitet, nuk kishte pashtu ide individuale, mendime individuale. Kjo ndikoi në ndrytjen e iniciativës krijuese të ideve personale, jetësore dhe profesionale. Kishte masa, por jo individ. Kishte jetë masash, por jo jetë personale. Padyshim në këtë kohë u zhvillua, le të themi, edhe një tipar tjetër, dyzimi i karakterit social. Megjithatë, për 5 dekada, një regjim politik force arriti ta kthejë shqiptarin, le të themi, për kohën në një njeri tjetër, njeri të trembur, pa identitet, pa gjendje shpirtërore të vetën dhe pa iniciativë. Deri në fillim të viteve 90, Shqipëria mbeti një vend me regjim post-ushtarak. Kultura e saj politike dhe sociale gjatë 45 viteve mbeti në fazën embrionale. Ajo nuk arriti të zhvillonte nevojat e domosdoshme për të qenë përgatitur për situatat e reja historike, atë pluraliste. Duhet të themi se në Shqipëri, në fund të shekullit të 20 dhe fillim të shekullit të 21, rrjedh një proces i gjithanshëm dhe i komplikuar modernizimi. Nga njëra anë, modernizimi shpërtheu shpejt, në formë llave, pa u adaptuar. Kultura e huaj kopjohej, në këtë rast kopjohej jo gjithmonë shembujt e mirë. Ndoshta mund të flisni me gjuhë pak më të rëndë, gjithsesi po e lë, sepse në fakt u kopjuan dhe elementi jo cilësor të kulturës nga vendet e zhvilluara, të cilat nuk do të përhapeshin kaq shumë sa në vetë këto vende.
Mohimi dhe hedhja poshtë gjithçka nga koha totalitare u kthye në mohimin dhe hedhjen e poshtë të gjithçka tradicionale të kombëtares, të shekullores shqiptare. Megjithatë, u bën përpjekje për përshtatjen e huazimave kulturore me sistemin shpirtëror shqiptar për përmirësimin artistik për përshtatjen me specifikën shekullore shqiptare. Megjithatë, në Shqipëri tashmë përshkohet drejt krijimit të një hibridi kulturash. Në këtë rast nuk duhet të shikojmë vetëm anën e keqe të kësaj, sepse të gjitha kulturat që kanë mbëshuar në një vend do të duhet të dominohesh ndoshta edhe nga një. Në të vërtetë, kjo është pasurim, kjo është thithje e përbojës së huaj dhe e gjitha kjo është e natyrshme, e pashmangshme dhe mjaft të dobishme në kushtet e globalizimit. Modernizimi si dhe postmodernizmi në Shqipëri zhvillohet me ritme të ndryshme, me cilësi të ndryshme midis kategorive të ndryshme të njerëzve dhe në rajone të ndryshme. Një dallim i tillë shfaqet në varësi të vendbanimit. Shoqëria moderne dhe postmoderne formohet më shpejt në qytete të mëdha, sesa le të themi në vendet më periferike. Kjo ndjehet edhe në mënyrën e jetesës, e cila është më tepër e huaj se sa shqiptare dhe ndjehet po ashtu edhe le të themi në një farë mënyre edhe në veçoritë e individit, madje edhe në gjuhën e përdorur. Megjithatë, tendenca tradicionale, marrëdhënie tradicionale takohen shpesh. Një prej traditave më të rëndësishme në këtë drejtim, do duhet të themi se është absolutisht ajo çka ka mbetur që nga koha e totalitarizmit, kur madje dhe politika ose qeverit investojnë më tepër për zhvillimet e tyre në Tiranë se sa në fakt në pjesë tjetër të vendit, dhe kjo në fakt na bën të dallojmë dy realitete, realitetin kryeqytetës dhe atë provincial. Dallimi tjetër shfaqet tek popullsia vendase dhe ajo në emigracion. Natyrisht, popullsia e emigracionit i kap më shpejt, le të themi, proceset modernizuese, pasi është, le të themi, aktive aq sa i lejohet në vendet ku ato në fakt janë. Megjithatë, integrimi shqiptar drejt mënyrës së jetesës evropiane shprehet më tepër edhe në kulturë dhe në sferën e mënyrës së jetesës sesa në atë politike. Produktet e ndryshme kulturore debërtojnë shumë lehtë në Shqipëri nëpërmjet medias, por në sferën e politikës, fatkeqësisht sipas meje, modernizimi ndeshet në barriera sepse pushteti kërkojnë të